الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen. Atë që Allahu i lartësuar e ozon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje, ndërsa atë që lën në humbje dhe vëdije, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit, të pa ortak, të pa shok, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, o besimtar, vazhdoni t'i bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar farzet e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij. Dhe mos ja lejoni vetvetes me vdekje ndryqe, përveç se duke qenë musliman, të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Allahu i lartësuar në Kur'an na ka treguar shumë ndodhi dhe shumë rrëfime. Për atyre ndodhive që përmendet dhe është sunet të lexohet surja Kehf çdo javë, së paku çdo të premte, përmendet tregimi i udhimit të Musait për tek Khidri. E Khidri ka qenë pejgamber sipas mendimit më të saktë të dietarëve. Dhe këtë mendim e përcjellin një numër i madh të dietarëve. Këtë rrëfim pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka rrëfy po ashtu në hadithet e sakta të cilat i shënon Buhariu dhe Muslimi. Thuhet në këtë ngjarje që një ditë prej ditëve Musa alayhi salam, që ngritur te populli i tij tek Banu Israilet, t'ju ligjëronte. Dhe njëri i pranishëm aty e pyet Musa alayhi salam, ja shton një pyetje. Kush është njeriu më i ditur? Kush është njeriu më i ditur? Dhe Musa alayhi salam, pejgamberi i madh i Zotit, prej ulil azm min ar-rusul, i 5 pejgamberëve të vendosur dhe të përzgjedhur, thot: "Unë jam njeriu më i ditur." Dhe nuk ja atribon diturien Allahut të lartësuar, të gjithdijshmit, dijeplotit. Dhe Allahu i lartësuar e çorton Musain dhe ja jep një mësim praktikisht, duke i treguar që ka të tjerë më të ditur se Musa alayhi salam. Pavarësisht dijes së tij, ka të tjerë edhe më të ditur. Dhe i thot Allahu i lartësuar Musait alayhi salam: "Është një person që është më i ditur se ti, në vendin ku bashkohen dy detet." Dhe Allahu i lartësuar i tregon për vendodhjen e këtij njeriu. Pasi që Musa alayhi salam e pyet se si të shkoj, i thot: "Merre një shport dhe vendose një peshk në të. Dhe në vendin ku kimi hub peshkun, aty është vendi ku do ta gjesh këtë njeri dhe do të takohesh me të." Dhe niset Musa alayhi salam bashkë me një djalosh, Yusha ibn Nuni. Dhe kur rrin tek ai vendi, e takojnë Khidrin alayhi salam. Dhe e pyesin: "A mujmë me të shoqëru dhe të përfitojmë nga dija dhe urtësia të cilën Allahu i lartësuar ta ka dhënë?" Khidri, duke e njoftë se njeriu për atë dije, për ato ndodhi, çfarë nuk ka dituri, nuk mundet me bëj sabër, i thot Musait alayhi salam, i thot: "O Musa, ti je Musa i Banu Israilve apo?" Thot: "Po." Thot: "O Musa, mundesh më shoqëru, po nuk ki me mujt me bëj sabër me mua. Sa unë kam disa dije, të cilën Allah i lartësuar më ka dhënë, e ti nuk e ke. Sikur se ti ki një pjesë të diturisë që as unë nuk e kam." Dhe Musa alayhi salam, të cilën tregim e përmend Allahu i lartësuar në surën Kehf, i thot: "Me lejen Allahut, inshallah do të jem durimtar, vetëm lejam që të shoqënej." Dhe niset bashk me Khidrin në udhimin dhe ndodhin ato ndodhit të cilat të lejnë gojë hapër, të ma gjepsin prej bukurisë
dhe prej ndodhive ku shpalosen sekretet e caktimit të Zotit, në ato ndodhi dhe në ato veprime që i ndërmerr Khidri dhe Musa alayhi salam me të vërtet nuk mundet me bosaver. Mirë po, të një pjesë e tregimit që po du mund dalë në hutbën e sotit, është një ndodhi të cilën e shënon Buhariu dhe Muslimi në këtë tregim. Dhe pasi që hypin me një anije, ku ata pranarët e anijes e njohin Khidrin, i pranojnë që me hyp në anije pa pagesë, dhe pasi që hypin, e sheh Khidri një zog në skaj të anijes me sqepin e tij duke i pi disa pika ujë nga deti. Dhe i drejtohet Khidri Musait alayhi salam t'ia jep një mësim. E ky mësim vlen edhe për neve. Ky mësim madhështor, dëgjoni me vëmendje çfarë i thot. Thot: "O Musa, apo është atë zog duke pi ujë nga deti? Sa pika ujë mundet mi marrë nga deti me sqepin e tij të vogël?" Thot: "Kaq i paksohet dijes se Allahu të lartësuar, ajo dije që ne e kemi, aq sa paksohet uji që e piu ky zog me sqepin e tij nga deti." E keni pa detin madhështor, nuk i shihet fundi. Sa pika ujë mundet mi pas deti? Pa kufi, nuk numrohet. Nëse ndalim 2-3 pika ujë që ka mujt mi pi një zog i vogël nga deti, sa ka mujt mi paksu ujin e detit? Po thuj se as pak. Kaq është dia të cilën dy pejgamber të Zotit, e njëri prej tyre, prej pejgamberëve më të mëdhej të Allahut të lartësuar, Musait alayhi salam, aq dije që i ka dhënë Allahu i lartësuar, kaq ka në krahasim me dijen e pafundme të Allahut të lartësuar. E hutbën e sotit do t'i përmendim disa ajete që na shtohet bindja, dhe na shtohet prehja në caktimet dhe legjislacionin e Allahut të lartësuar, të cilën e ka përligjur për neve në bazë të dijes së tij absolute dhe urtësisë së tij të përkryer. Pra vllazën, Allahu i lartësuar kur e përshkruan veten e tij, kur flet për dijen e tij, dëgjoni me vëmendje se si e përshkruan. Wallahu ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, wallahu bi kulli shay'in alim. Allahu i lartësuar di, dhe dija e tij ka përfshi çdo gjë, çfarë ndodhet në qiell dhe në tokë. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allahu është i ditur për çdo gjë. Dituria e tij është gjithë përfshirëse, është absolute. Asgjë nuk i humb Allahut të lartësuar nga dija e tij, qoftë në të kaluarën, qoftë në të tashmen dhe qoftë në të ardhmen. Allahu i lartësuar thot: "Wa kunna bi kulli shay'in alimin." Dhe për çdo gjë ne jemi të dijshëm, dhe për çdo gjë ne jemi të njoftuar, dhe për çdo gjë ne jemi në hollësi të njoftuar dhe të dijshëm për çfarë ndodh. Nëse shikojmë gjitha këto planete, nëse i shohim gjitha këto yje, gjitha këto lëvizje në kozmos, qofshin ato çfarë i dijim, dhe i përcjellim me shqisat tona apo me mjetet tona, ndim se të gjitha këto nuk dalin nga dija e Allahut të lartësuar. E Allahu i lartësuar e ka përshkruar me një formë madhështore dijen e tij që ka përfshirë çdo gjë. Allahu i lartësuar thotë: "Wa 'indahu mafatihul ghaib." Allahu i lartësuar i ka çelësat e fshehtësisë, çelësat e ghaibit. La ya'lamuha illa hu, nuk i di askush tjetër përveç tij. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allahu i lartësuar di çdo gjë çfarë ndodh në tokë dhe në det. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumati al-ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Një përshkrim madhështor. Allahu i lartësuar thot: nuk ndodh asnjë gjethe e pemëve me ranë nga pemët. Një gjethe me ranë nga pemët. Pa e ditur Allahu i lartësuar, dhe nuk bjen pa lejen e tij. Nëse ndalemi vetëm pak te ky përshkrim, sa është numri i gjetheve? Nëse shikojmë pemët vetëm në abort të xhamisë, nëse ne ndalemi vetëm i numru gjethet e pemëve, s'kena mundësi mi arrit. Hajde lej gjethet. Sa është numri pemëve në qytetin ton? Askush prej neve nashta se di. Po në vendin ton, po në këtë botën, s'po them për gjethet, për pemët, askush prej njerëzve nuk ka mundësi mi ditë.
janë të paaft. Dija e tyre është e kufizuar, është e mangët. Ka mangësi në dijen e njerëzve, pavarësisht mjeteve, pavarësisht zhvillimit të teknologjisë, nuk kanë mundësi mi ditë të gjitha detajet. E Allahu i lartësuar për me ta përshkru hollëcit e dijes së tij, po thotë që nuk ndodh një gjethe prej pemës me ranë tokë vetëm sa Allahu i lartësuar e din. Madhështore vallahi. Nëse Allahu i lartësuar i din këto hollësi të gjetheve kur bijnë nga pema dhe i din numrin e tyre e të gjitha pemëve që ndodhin në rrezullin toksor. Çka ta merr mendja për gjëra të tjera për të cilat Allahu i lartësuar na ka obliguar, për të cilat Allahu i lartësuar na mbikëqyr, për të cilat Allahu i lartësuar i di të gjitha në hollësi. Nëse në syrin ton një gjethe nuk ka as pak vlerë, Allahu i lartësuar po tregon kur unë i di edhe numrin e gjetheve dhe çdo kokër që ndodhet në tokë, çka ta merr mendja atëherë për çështjet e mëdha, për hallin e muslimanëve, për gjendjen e besimtarëve, për veprat e tyre të hapta apo të fshehta, për ato që i bojnë në sy të njerëzve apo kur ato i bojnë në vetmi. Të gjitha këto Allahu i lartësuar i din në hollësi. Dhe thot Allahu, asnjë kokër, asnjë thërmi në errësirë të tokës, qoftë e njom apo e thatë, vetëm sa Allahu i lartësuar e di dhe të gjitha janë të shënuara në librin e qartë. Vëllezër ndarshëm, në kohën e sotit, në kohën e rrjeteve sociale, në kohën e zhvillimit të teknologjisë bashkëkohore, avancimit të inteligjencës artificiale, më së shumti kena nevojë që t'i edukojmë vetët tona dhe fëmijët tanë dhe familjet tona për dijen e përkryer dhe gjithë përfshirëse të Allahut të lartësuar. Se Allahu i lartësuar i din të gjitha veprat tona. Se Allahu i lartësuar i din madje edhe njetet dhe qëllimet në zemrat tona në fshetësi, çfarë i mbajmë të fshehura apo që i qesim në pa. Allahu i lartësuar e din edhe kur neve të mohemi me rrjetet sociale, atë scrollin që e bën në rrjetet sociale dhe ato shorcat që i kqyr në TikTok, a YouTube, a Instagram, të gjitha këto Allahu i lartësuar i din dhe i përcjell edhe sytë e tu, edhe të gjitha ato veprime që ti i bën ti përgjatë ditës dhe natës. Prandaj vëllezër, kjo është një thirrje që kur ti edukojmë vetët tona, ta kemi parasysh vazhdimisht dijen e Allahut të lartësuar që ka përfshirë çdo gjë. Dhe kjo çdo gjë është edhe veprat tona, edhe fjalët tona, edhe ato çfarë komentojmë, edhe ato çfarë bëjmë like, dhe ato çfarë bëjmë share, të gjitha këto do të merremi në llogari. Dhe për të gjitha këto do të pyetemi në ditën e gjykimit. Nga se Allahu i lartësuar thotë, duke përshkruar dijen e tij, thotë Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham. Allahu i lartësuar di çdo bark i femrave, çdo mitër se çfarë mban kur është me bark, apo çfarë e largon dhe nuk e bart ajo mitër. Wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Çdo gjë është e vendosur me caktim tek Allahu i lartësuar. Alimul ghaibi wash-shahada, gjithnjohësi i çdo gjëje, të fshehtës dhe të dukshmes. El-Kabir el-Muta'al, madhështorit të gjithfuqishmit. Allahu i lartësuar duke përshkruar dhe në ajete të tjera dijen e tij që ka përfshirë çdo gjë thotë: "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama." Allahu i lartësuar nuk i fshehet asnjë thërmi, sado e vogël qoftë ajo, as në qiell dhe as në tokë. Wala asgharu min dhalik, madje qoftë edhe më vogël se thërmia. Wala akbar, qoftë edhe më e madhe, illa fi kitabin mubin. Çdo gjë është e shënuar në librin e tij të qartë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, selam dhe selavat të qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër ndarshëm, Allahu i lartësuar kur na tregon që dija e tij është gjithëpërfshirëse. Kjo vërtet dhe ky fakt i pamohueshëm duhet të na bëjë neve të reflektojmë në imanin tonë, në jetën tonë, në veprimet tona dhe në fjalët tona. Nga sa Allahu i lartësuar po na thotë: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allahu i lartësuar e din atë çfarë mbani fshehur dhe atë çfarë e çitni në pa. Ya'lamu kha'inat al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. I dini dhe ato shikimet vjedhurazi kur këshyrim me bishtat e syve. Dhe po ashtu i din Allahu i lartësuar dhe çfarë fshehin gjoksat tona. Dhe kjo dije, vëllazën, nuk është që të na friksoj, por kjo dije është që
që ta madhrojmë shikimin e Allahut të lartësuar, që ta madhrojmë dijen e Allahut të lartësuar ndaj nesh, që të mos e trajtojmë dijen dhe shikimin dhe dëgjimin e Allahut të lartësuar dhe mbikëqyrjen e tij, të mos e shpërfillim në jetën tonë, por ta marrim në konsiderat, ta madhrojmë Allahun e lartësuar dhe ta marrim mbikëqyrjen e tij parasysh, ta marrim parasysh mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar ndaj nesh. Dhe po ashtu, çfarë duhet të na shtoj neve? Dija e Allahut absolute, që ka përfshirë çdo gjë, dhe urtësia e tij e përkryer është që caktimet kur të godasin, ta dim që çdo caktim prej Allahut të lartësuar është hajër, është në të mirën tënde, dhe ato dispozita që të duken të vështira prej Allahut të lartësuar, ato janë të mira dhe të lehta, nga sa Allahu i lartësuar kur i ka vendosur obligimin dhe farzet dhe haramet, e ka vendosur në bazë të dijes së përkryer. Allahu i lartësuar thot me një ajet që është ilaç për prejhjen e besimtarit në karshi caktimeve të Allahut të lartësuar. Thot: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ndodh që ju me urrejt një çështje, por ajo me qenë hajër për ty. Sikur se ndodh mi dash ti një çështje të caktuar dhe me qenë e keqe për ty. Wallahu ya'lam, Allahu di, wa antum la ta'lamun, ndërsa ju nuk e dini. Ne nuk e dim, dija jon është e mangët. E gjitha çfarë duhet të bëjmë është t'i dorëzohemi caktimit të Allahut të lartësuar. Të jemi të bindur në dijen e përkryer të Allahut të absolute. Të jemi të bindur në dijen e tij që ka përfshirë çdo gjë, dhe çdo caktimi e Zotit, çdo kader që të ka godit, nuk ka pas ndryshe përveç se me të godit. Nuk ka mundësi të shpëtosh kaderit të Allahut. Ka pas me të godit. Dhe ky kader, ky caktim i Zotit është në bazë të dijes së tij të përkryer dhe urtësisë së tij të përsosur. Dhe vetëm se prit e ku është hajri. Sa njëri e ka synu një shkollë, një biznes, e ka synu me dëshirë, e ka dash shumë, po nuk i ka dhes, dhe ka qenë hajër për to. E sa njëri është sprovu me ndonjë çështje, ndërkohë që pas taj ju ka zbulu sa hajri ka qenë i fshehur pas atij caktimi. E gjitha është në pyetje se ne apo i dorëzohemi Allahut të lartësuar, apo bindemi në dijen e tij të përkryer të Allahut të lartësuar, dhe apo bindemi në caktimin e tij që është vetëm hajër për besimtarin. Vllazë ndashtën, Allahu i lartësuar ndon prej nesh në caktimet të cilat ne i cakton, qofshin ato fetare apo qofshin ato caktime të kaderit, sprova, sëmundje apo fatkeqësi, don prej nesh se si po reflektojmë pas këtyre caktimeve. E ne duhet t'i dorëzohemi caktimit të Allahut dhe të themi që Allahu e din më së miri se çfarë vendos ai. Dhe një diçka tjetër çfarë duhet dhe çfarë do Allahu i lartësuar është që në zemrat tona të shihet mendimi i mirë për Allahun e lartësuar, të shihet bindja jon në Allahun e lartësuar. Nga se Allahu i lartësuar ka përmendur një ngjarje kur sahabët ju kanë besatu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në besatimin e Ridwanit. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Allahu i lartësuar është i kënaqur për ata besimtarë, të cilët tu besatuan në hijen e asaj pemë. Pasi që pa dhe e diti atë çfarë gjendet në zemrat e tyre, dhe zbriti, dhe me njëherë Allahu i lartësuar thot, pasi pa hajër në zemrat e tyre, fa anzala as-sakinata 'alayhim, jo zbriti qetësinë, jo zbriti paqen, jo zbriti prehjen në zemrat e tyre, wa athabahum, dhe ju dha shpërblim, fathan qariba, dhe së shpejti do t'ju jep shpërblim madhështor, që pastaj ka qenë edhe premtimi për shtirimin e Mekës. Allahu i lartësuar në shumë vende na ka edukuar se si duhet ta kërkojmë hajrin prej Allahut të lartësuar. Dhe njërin prej formave të kërkimit të hajrit, të asaj çfarë është më së miri, në bazë të dijes së përkryer dhe absolute të Allahut të lartësuar, është duaja e istiharës. Duaja e istiharës, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka mësuar shokëve të tij, ashtu siç ju ka mësuar Kur'anin. Kjo dua madhështore, që është sunet të falen 2 rekate dhe ta lutësh Allahun e lartësuar për të mirat e dunjas dhe ahiretit për atë çështje, nëse është hajër për ty. E nëse nuk është hajër për ty, Allahu ta largon atë dhe ta cakton hajrin kudo që gjendet. Para se të vendosësh për një çështje, qoftë ajo martesë, qoftë ajo tregti, çfarë do qoftë ajo çështje me rëndësinë e jetës tënde, është sunet të falësh 2 rekate. Dhe pastaj këtyre 2 rekateve
ta lutesh Allahun me këtë lutje. Çfarë thuhet në këtë lutje? Ai më ndalën ndonjëherë të meditojmë për lutjet dhe kuptimet e kësaj lutje. Dëgjojeni çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun e lartësuar në duan e istikharës. Thot Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. O Allah, unë kërkoj mirësinë në bazë të ditërisë tënde. Dhe kërkoj udhëzimin në bazë të fuqisë tënde. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Dhe të lus nga mirësia jote madhështore. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Nga se ti je i gjithë fuqishëm ndërsa unë nuk kam mundësi. Unë jam i paftë. Wa ta'lam wa la a'lam. Ti di ndërsa unë nuk di. Wa anta 'allamul ghuyub. Ti je njohësi dhe i ditur i çdo fshehtësie. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. O Allah, nëse ti e di, nëse në dijen tënde kjo çështje, të cilën e kam përpara, është khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Nëse është khair për fen time dhe dunjan time, atëherë për jetën time në këtë botë, apo edhe për çështjen e fesë time për të ardhmen në ahiret, faqdurhu li wa yashirhu li. Caktoje dhe lehtësoma dhe përkrahem drejt saj. Thumma barik li fi, dhe pastaj begatom në të. Wa in kunta ta'lam, nëse e di që kjo çështje për të cilën unë po du me vendos, en hadha al-amr sharrun li fi dini, është e ligj, është e keqe për çështjen e fesë time. Wa ma'ashi wa aqibati amri, dhe po ashtu është e keqe për jetën time në vazhdim të jetës së kësaj bote, apo për të ardhmen në ahiret. Fasrifhu anni, shmange, largoje prej meje dhe largo mua prej saj. Wasrifni anhu, dhe largo mua, cakto më hajrin diku tjetër. Waqdur li al-khayra haythu kana, thumma ardini bih, dhe cakto më hajrin kudo qoftë, dhe bëjem të kënaqur pastaj me atë përgjigje. Vallahi vllazën, kur e bën besimtari këtë dua, dhe është i bindur dhe duke e ditë që Allahu i lartësuar nuk i fshihet asgjë nga dija e tij, dhe është i gjithë fuqishëm, dhe çdo caktim e vendos në hajër të besimtarit, në bazë të urtësisë së tij të përkryer, çdo gjë e vendos në vendin e vet, në mënyrën e vet, në kohën e vet, në mënyrë të përsosur, atëherë besimtari para një çështje, kur e lut Allahun e lartësuar, i bindur që Allahu i lartësuar po e dëgjon dhe po i përgjigjet, i bindur që Allahu i lartësuar po ja pranon lutjen e tij dhe vendos pastaj duke u mbështetur në Allahun e lartësuar, atëherë edhe nëse nuk i realizohet ajo çështje, do të jetë i kënaqur. Edhe nëse i realizohet, e din që Allah i lartësuar ja ka caktuar të hajrin, ja ka caktuar të mirën në këtë çështje. Prandaj ta lutim Allahun e lartësuar me dijen e tij të përsosur, të na mundsoj dhe të na shtoj dije prej dijes së tij. Të na mundsoj ta njohim Allahun e lartësuar me emrat e tij dhe të reflektojmë iman dhe veprat e mira në jetën e kësaj bote në bazë të emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta. E lutim Allahun e lartësuar të na shtojë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të na ruajë nga zjarri i xhenemit dhe nga dënimi i varrit. E lutim Allahun e lartësuar të mos na bevasoj duke ne i marr begatitë e tij bevas ndaj nesh me ndonjë fatkeqësi, por të na bëj mirënjohës dhe falendërues ndaj tij dhe vazhdimisht t'ia atribojmë çdo begati të cilën e kemi dhe të cilën e gëzojmë Allahu të lartësuar dhe vetëm të na shtoj edhe më shumë, nga sa Allahu i lartësuar thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Kur Allahu i lartësuar jep urdhër dhe njofton që nëse ju falenderoni për begatitë e tij, ai do t'ju shtoj të mirat e tij ndaj jush. E lutim Allahun e madhruar të na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.